Faza e parë e misionit të NASA-s për të kthyer në tokë 2 astronautët Butch Wilmore dhe Sunny Williams, të cilët kanë ngecur në hapësirë që prej 9 muajsh, ka përfunduar me sukses. Ekuipazhi i ri për stacionin hapësinor ndërkombëtar u nis në orët e vona të së premtes, ndërsa mesnatën e së shtunës kapsula hapësinore Dragon u ankorua në stacionin hapësinor ndërkombëtar. Raketa Falcon 9 e kompanisë SpaceX u nis nga qendra hapësinore Kennedy e NASA-s në Florida me një ekuipazh prej 4 personash, 2 astronautët e NASA-s, Anne McClain dhe Nicole Ayers, japonezin Takuya Onishi dhe rusin Kirill Peskov. Ekipi është pjesë e një rotacioni rutin 6 mujar. Misioni i tyre do të lejojë 4 anëtarët e fluturimit të mëparshëm, i cili përfshin Wilmore dhe Williams, të kthehen në tokë. U deshën disa minuta që Dragon të ankorohej në mënyrë të sigurt në stacionin hapësinor ndërkombëtar, në atë që është një proces i automatizuar. Ishte një ditë e mrekullueshme. Është mirë të shohësh miqtan të ëmbërinj, tha Williams për qendrën e kontrollit, pasi astronautët e rinj u mirëpritën në bord. Së bashku me astronautët e Wilmore dhe Williams, në tokë do të kthehet edhe astronauti i NASA-s Nick Hague dhe kozmonauti rus Alexander Gorbunov. Kthimi pritet të bëhet të mërkurën, duke u dhënë kështu kohën e mjaftueshme dy ekipeve për të shkëmbyer informacion. Astronautët Wilmore dhe Williams mbërritën në stacionin hapësinor ndërkombëtar në qershor të vitit 2024 dhe pritej të qëndronin në hapësirë për rreth 10 ditë, por rikthimi i tyre u shtyp për shkak të problemeve mekanike me mjetin e tyre hapësinor, i cili pas disa javësh riparimesh u dërgua drejt tokës pa ekuipazh në bord. Kthimi i tyre u shty disa herë për shkak të vonesave të tjera teknike. Towards the elevator after taking a look at their rocket for the second time.